Dhe na si fëmijë, do thotë sidomos në kohën e moshës adoleshencës, kur e kemi vendosur me shku në medrese, në fillim nuk kemi qenë vetëdijshëm se çfarë detyre dhe obligimi jemi duke marrë përmirësipër. Normalisht ne jemi nis nga praktika e hoxhallarëve më të vjetër, të cilët kanë qenë te na, duke menduar se do të aq është detyra dhe obligimi i një thirrësi. Pastaj kur kemi filluar të mësojmë dhe të lexojmë dhe të ngrisim vetdijen tonë fetare në medresen e Isabeut në Shkup, e kemi kuptuar se thirrja islame qenë ka diçka shumë më e madhe se ajo që është bon atë kohë, normalisht sipas rrethonave dhe kushteve që kanë qenë të mundshme përkohës se ka qenë fundi i komunizmit dhe fillimi i sistemit pluralist dhe rrethonat kanë qenë shumë të vështira, pastaj kanë filluar të lehtësohen. Mirëpo dituria fetare ka qenë ajo e cila neve na ka bërë të qartë se nëse duam të jemi thirrës të mirë, ne duhet të pajisemi me dituri të bollshme. Dhe se nëse na e vendosim të bëhemi thirrës për te feja Allahu dhu xhelal me dituri minimale, atëherë mund të jenë gabimet tona më të mëdha se sa dobit tona. Dhe andaj e patëm vendos na personalisht që mundohemi ta kuptojmë fenë Allahu dhu xhelal mbështetur në burimet e fesë, Kur'anin fisnik dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të vetëdijshëm se këto dituri, këto mësime mund të na bijnë në ballafaqim me realitetet e praktikave fetare këtu te na, të cilat shumë prej tyre janë të sakta, por ka disa që në kalimin e kohës janë deformuar. Dhe andaj me përfundimin e medresës na vazhdojmë studimet në Jordani, ku insistuam që takohemi me Sheh Albani rahmetullah alej, që të marrim diturinë e fesë prej burimeve të veta origjinale. Dhe alhamdulillah, ato dituri që kishim si përfaqësore mbi fenë Allahut dhe mbi metodologjinë e ehli sunnetit, ndjekjen e rrugës së selefit, atje do thotë e shtuam atë dituri dhe realisht ja forcuam themelet dhe na u bë më e qartë edhe më do thotë e saktë edhe kuptimi, po pastaj edhe mënyra e interpretimit tek na. Dhe normalisht me fillimin e thirrjes vitin 1992 konkretisht, pas ardhes nga pas vitit të parë që e kam bërë në Jordani, ka qenë situata e vështirë sepse njerëzit nuk kanë qenë të informuar dhe të njoftuar me këtë metodologji të thirrjes islame. Edhe si gjithkohë në botë, edhe këtu te na ka pas tentativa për ta shpallë si një tentativë për të prunë një frymë të re e cila ka si qëllim shkatrimin e fesë. Ti paramendo i ki 21 vjet, ke kuptu diçka nga feja të cilën do thotë rrethi jot nuk e ka ditë, mundohesh ti me sjell me sinqeritetin më të madh, si një amanet dhe përgjegjësi nga ajo që e ke mësuar, dhe ti vjen në ambientin tënd dhe refuzohesh, edhe kundërshtohesh, edhe etiketohesh, edhe përjashtohesh, edhe nuk t'jepet hapësirë për veprim. Po t'ishin kanë një pjesë e madhe e besimtarëve të kësaj kohe, në ato kohëra, si ishin bashkangjit thirrjes, pse se vështirësitë, përjashtimet, turisni që i bëheshin ishin të përditshme. Do thotë në rrethonat tona atje e kishe ti problem të zbatosh një sunet jashtë asaj që e din xhamati prej suneteve në xhamiat tona. Do ishte i përjashtuar edhe prej xhamiave, nëse ti falesh ndryshe se si falet shumica e xhamatit, që fatmirësisht ata falen mirë, por ne kishim mësuar një sunet plus, do ishim edhe atë sunet me zbatu, të cilin ata se kanë mësuar për shkak se hoxhallarët e tyre kanë ndjek shkollën e Imam Ebu Hanifas rahimahullah, që këtë është në rregull, domethënë. Mirëpo ti ke mësuar diçka të re, edhe diçka tjetër do ta zbatosh, ata thënë s'mundet. Ose na ose s'mundet. Ky presion i madh në atë kohë sikur të mos kishte qenë vullneti dhe dashuria për fenë Allahut, e sidomos dashuria për të ringjallë sunetet e panjohura te na,
do e kishmi praktisë këtë mision. Ose do e kishmi ndryshu vendin e aktivitetit dhe veprimtarisë. Mirë, po na çdo herë kemi menduar, dhe kjo mendoj se është mendimi më i saktë, se thirrja islame dhe daveti dhe angazhimi jon fetar duhet me qenë vendet tona. Edhe sikur se e din ata që përcjellin qëndrimet e mia dhe ligjëratat e mia se na jemi protagonist dhe insistojmë që shumica e rinisë e popullit tonë ngelet këtu. Mos e praktisë vendin tonë që kanë gurbet. Për arsye të ndryshme, po gjithsesi janë ato arsye materiale, nuk janë arsye fetare. Këtu është domosdoshmë mejdani më i rëndësishëm i angazhimeve tona në të gjitha segmentet, po fillimisht në aspektin fetar. Edhe na me gjithë trysnive, peripecive, vështirësive, asnjëherë s'na ka shkuar mendja me thonë ku do mërim na me këtë punë. Sa do arrim sukses në këtë angazhim? Çka do kemi domosdoshmë vepra konkrete në aktivitetet tona. Na kemi thonë në atë kohë, do të flasim për para 33 viteve. Ndoshta dikush për ju s'ka qenë as i lindur. Ajo që neve na ka brengos në atë kohë ka qenë, une nuk më intereson ku kam emri, une nuk më intereson që kam ndodhur me mua më intereson këtë dituri që e kam, t'ja përcjellin 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 njerëzve, unë mjafton. Edhe e dyta që mendoj se shumë e rëndësi me pas parasysh, brenga e dytë ka qenë që në këtë angazhim tonin dhe në këtë situatë ku përjetojmë trysni dhe përjashtime, ne të mos e ushqejmë konfliktin. Po të respektojmë hoxhallarët e vjetër, të respektojmë xhamatin e vjetër, dhe na të mundohemi me urtësi dhe durim të shtojmë edhe këto vlera të reja të mira, pozitive të fesë. Do të bëjmë një mbindërtim. Jo të shembim të vjetrën e të bijmë të renë, sepse kjo është gabim, sepse elhamdulillah shumica e asaj që është e promovuar si fetë është e saktë. Shumica dërmuese.